thuhet që tani më janë krijuar, si thua, kanar trumpistët të SPAK, pra kanarë amerikanë të ri, të ambasadës amerikane, të Obdatit, dhe në ndërkohë Dumani ka patur, pra Artin Dumani, kjo i SPAK-u, ka patur një takim sekret me ambasador britanik, me ambasador, çfarë fshihet kjo çështja? Sepse jemi shumë afër zgjedhjeve. Zoti Karanca, sa po ndodh në SPAK? Që jemi në djeni, po? Para 2 muaj u bë pezullimi i fondeve të Obdatit me qëllim verifikimi. Po. Sepse, domethënë, jo vetëm Shqipëri, por në gjithë botën u verifikua nëse këto fonde të investuara nga taksa paguesit amerikan i plotësojnë 3 pyetjet. Domethënë, i shërbejnë këto fonde Amerikës, i shërbejnë vendit, sepse kemi dhe një ndryshim të politikës amerikane në lidhje me shpenzimin e taksave. Dhe fakti që janë kthyer tregon që këto janë të interesuar për mbarvajtjen e SPAK-ut. Tani në lidhje me çështjet konkrete. Tani si dhe në arenën ndërkombëtare që ne shohim dhe në Evropë shohim ndryshime, edhe këtu në Shqipëri do mendoj, është mendim personal, do jetë një frymë e re. Dhe këta përfaqësuesit e Obdatit që janë sot do zbatojnë të porosit ose më saktë do kenë frymën që vjen nga administrata e re e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për mendimin tim personal... Të supozime apo diçka më tepër se kaq? Tani, nga informacionet që disponoj, edhe në lidhje me politikën e jashtme... Nga informacion që disponon, se kjo ka rëndësi. Edhe me politikën e jashtme, sepse neve duhet ta shohim politikën jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë Evropën. Dhe janë publike tashmë orientimet e politikës jashtme Shteteve të Bashkuara.